Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale AN 20 vjeç, banues në Sarand, pasi ditën e djeshme rreth orës 18 së bashku me një shtetas tjetër, për të cilin vijon puna për identifikimin dhe kapjen në lagje nr. 1 në Sarand, gjatë një konflikti për motive të dobta, kanë goditur me grushte shtetasin me iniciale OB 22 vjeç, banues në lagjen 6 në Sarand, i cili është transportuar për mjekim më të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale AM 42 vjeç, banues në Vlorë, pasi në lagjen 28 nëntori në Vlorë ka goditur me grusht në fytyrë, duke i shkaktuar dëme të lehta shtetasit me iniciale FL 25 vjeç, banues në Vlorë. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale AK 34 vjeç, banues në Elbasan, pasi duke drejtuar automjetin në Himar, ka aksidentuar shtetasi me iniciale AK 84 vjeç, banues të Himar, i cili ndodhet në spital i jashtë rrezikut për jetën. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.